Unë garoj për kryetare e Partisë Demokratike të Shqipërisë, në qoftë se populli i intereson shëndeti, jeta, ekonomia, arsimi, fëmia, jam një nga personat me gjithë backgroundin e duhur. Përse kam marrë 43 vota, kam bërë ato ankesat e mia për votat që se si janë marrë në qarkun e Durrësit dhe nuk është se ka vuj në zjarr dikush për të më thirrë, qoftë edhe për ankesën më të vogël që unë kam bërë. Nëse dini, por këtu nuk ju votojnë populli, është një Antarësia, atëherë flas, antarësia. Unë edhe në primaret në qarkun e Durrësit kërkova që gjithë secili kandidat të prezantonte programin e tij. Dhe ndërkohë nga të gjithë kandidatët kam qenë e vetmja që kam shkruajtur te grupi që është mirë të mblidhemi para antarësisë, të na njohë antarësia për kontributet të prezantojmë të programin që kemi gjithë secili kandidat. Një gjë e tillë nuk është, por në fakt nga të gjithë deputetët e parlamentit nuk kam pasur një deputet majtas djathtas të ketë një program për komunitetin, për qarkun, për zonën. I kam lexuar kriteret dhe i plotësoj që nuk mund të jetë kandidat kushdo që nuk ka 10 vite kontribut dhe drejtim. Kam nga 2000. Atëherë, një ndër kriteret kryesorë është të kesh kontribut të lartë politik në shoqëri, në komunitet dhe në politik. E kam kontributin shumë mjaftësueshëm. Për betejën e keni me Sali Berishën? Unë kam shumë respekt për doktorin, se e kam koleg, profesor. Unë betejën e kam nëse popullit dhe antarësisë intereson një person me figurë të pastër, e papërlyer, pa asnjë lloj impakti negativ për të gjithë Shqipërinë, për të gjithë shqiptarët kudo që janë botë, jam unë. Po duan, le të më votojnë. Kam program të qartë, programi i qartë, nëse dy shtyllat kryesore, shëndetësia dhe arsimi, nuk kanë mbarvajtje dhe nuk kanë impakt, është kot. Faleminderit, ju uroj gjithë mirë. Në fakt më duket pak e ulët që ka 38 lidhje mjekësisë në shërbim të popullit dhe po sjell komisionin, ata të komisionit për të zhvilluar. Faleminderit, unë do të prodhoj shëndet dhe mirësi gjithë tjetër.